Unë Dajën e kam piktor dhe kjo gjë më ndihmoi të bëhesha make-up artist. Para se të bëhesha make-up artist, vizatoja dhe pikturoja shumë. Këshillat e para i kam marrë nga Daja, të cilat akoma i përdor në make-up, si të luaja me ngjyrat, si ta shikoja drejt hijen. Kjo që po i tregoj galeria ku punon Daja dhe disa nga pikturat e tij. Jo se është Daja im, po sinqerisht është shumë i talentuar. Dhe do i tregoj disa nga pikturat e tij, si ato të vjetrat dhe të reja. Dy nga pikturat që kishte bërë me Marilyn Monroe ishin dy nga të preferuarat e mia. Këto të dyja këtu, punimi dhe detajet ishin perfekte, sidomos kjo që është bardhëzi, një pikturë që unë do e vendosja dhe në dhomë. Ndërkohë që Daja më tregonte pikturat, vllai dhe motra po i binin pianos. Prandaj u krijuan një atmosferë akoma më e bukur. Kishte bërë kaq shumë stile të ndryshme pikturash dhe skulptura. Disa nga këto nuk janë të përfunduara akoma dhe prap duken amazing. E kemi lënë që kur të vi përsëri do bëjmë një pikturë bashkë. Sigurisht që doja t'rregoj dhe juve kur ta realizojmë. Galeria mbante dhe instrumente, skulptura ose piktura nga artistë të tjerë të famshëm. Ky vizatimi këtu për shembull është i Picassos. Ja dhe disa piktura nga artistë të tjerë. Jam kurioze të di çfarë lloj pikture ju pëlqen juve më shumë. Si gjithmonë më thoni në komente. Dhe kjo piktura këtu në formën e harkut me syt më duk shumë e veçantë. Këto pikturat këtu që janë në foto janë disa nga pikturat që janë shitur. Për mua pikturat që kanë navy blue brenda ose ngjyrat pastel janë të preferuara. Nga këto që po më tregonte nuk po zgjidhja dot se kush më pëlqente më shumë. Kaluam këtu në Frankavillash kisha. Kjo rinë të kisha. Po. Po është disa madhe është. Radhës tjetër do shkoj patjetër për ta parë këtë pikturën që ka bërë live. As nuk e mendoj dot sa mund të jetë marrë me këto pikturat e mëdha. Kaq kisha për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Bye bye.